Nga kolonja në ceremoninë përkujtimore për 83 vjetorin e masakrës së Borovës, ambasadori gjerman në Shqipëri, Karl Bergner, ka nderuar viktimat e Gjashtë-Korrikut 1943, duke e cilësuar këtë ditë si një moment të gënjeshëm si për familjet shqiptare, ashtu edhe për Gjermaninë. Në vijim ambasadori u ndalën nga të zhvillimet aktuale në Shqipëri, duke u pyetur për protestat e rastet e dhunës së raportuar. Any activity by Çdo aktivitet i shoqërisë civile që është në përputhje me Bashkimin Evropian dhe protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me Bashkimin Evropian, kush duhet fajsuar për të është ende në diskutim e janë të mirëpritura sepse mbështesin vlerat e Bashkimit Evropian, siç i shohim ne. Union as we see them, yeah. Ai theksoi rëndësinë e kujtesës historike e nevojën për të nxjerrë mësime nga kaluara në mënyrë që ngjarje si masakra e Borovës të mos përsëriten më. Sipas tij, rruga drejt Bashkimit Evropian bazohet në vlera themelore si respekti për të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit e toleranca. Në fund, ambasadori apeloi për reflektim mbi të shkuarën e përforcimin e bashkëjetesës paqësore si pjesë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë.